Po Ilir në anën tjetër ka një problem. E kupton se sa e nevojshme është, por me këto rregulla loje nuk ka asnjë mundësi që të ketë. Pra sepse këtu oferta është zgjidh ose merr, ky ose ky. Ky ose ky. Kemi një 82 vjeçar që flet për 20 vitet e ardhshme dhe kemi një 60 vjeçar që flet edhe ai për 20 vitet e ardhshme. Unë po t'isha 20 vjeçar, sinqerisht ta them nuk do votoj asnjërin tjetër. Dhe pastaj sigurisht nëse unë edhe ti që jemi njerëz që kemi bredhur botën e tjerë që lexojnë, do thosh who the fuck is Unikatili, domethënë. Po çfarë po flasim, kupton? Po një do zgjedhësh. Da, edhe pastaj përfundojnë që debati degeneron. Megjithatë Ilir për ta mbyll, se kemi shku goxha i orë gjys, ne mund të rrimë edhe më shumë. Për ta mbyll unë them që themi të rit, po mund duket se të rit nuk janë me moshë. Po çështja është këto të rit, ja dishove, janë të ri këto, se të ria këto sot i ke sot në politikë, në parlament, administrat, 35 vjeç kanë qenë 0 vjeç në 90-ën. Por janë më të vjetër se ty në mendim, janë më të vjetër sepse modeli që ndjekin, domethënë, modeli që krijoi politika këtu. Unë jam rritur po ashtu si Edi Rama, i cili hyri në politikë nga Fatosnano, apo Ilir Meta, apo Pandimajko etj. Jam rritur një mjedis politik ku votoi për gjithçka. Po. Mos harrojmë, Edi Rama kur është bërë kryetari i Partisë Socialiste është votuar natën e parë platforma, është rrëzuar Gramozuruçi. Ka dhënë dorëheqje dhe ditën e dytë është votuar Edi Rama. Është votuar edhe në 2007, është votuar edhe kandidat për kryetar bashkie. Derisa është bërë kryeminist është votuar një herë në 2 vjet. Se funksiononte vota. Pavarësisht se ajo po se ke as ke PD, se ke as ke partitë e vogla. Po s'ke fare, nuk ekziston. Edhe partitë mikrobus nuk kanë votim. Nuk ekziston vota. Sot ekziston një gjë që këta dikush nga këta nuk po ta them emrin, dikush nga këta e quajnë, domethënë se nga këta ngatrojnë konceptin e besnikërisë me lojalitetin. Po. Loyal do të thotë kesh një kontratë dhe ta respektosh atë kontratë. Besnik do të thotë ti je besnik siç është qeni besnik. Unë i du shumë qenë. Po. Por njeriu nuk është qen. Ja. Nuk është qenie. Biles këtu mund ta fyjm qenien e qenit, se qeni është besnik sepse dhe këtu sepse është qenie e tillë. Nuk ka arsye. Kurse çështja është që këtu kanë vdekur përfundimisht parimet politike sepse nuk ka më vot. Nuk votohet më askush. Ka më vot si do të kesh demokraci. Edhe kryetari i bashkisë që ka një zgjedhje drejt për drejt, edhe ai nuk votohet. Dhe unë jam i bindur që në këto zgjedhje ne do kemi situata qesharake ku në shumë qarqe do të votuar Ilir Demalier për shembull dhe do ketë marrë 10.000, 15.000 vota, dhe në parlament do jetë dikush që s'ka marrë as 100 vota. Të merr.